Fitus që tu është Serbia. Albin Kurti ka mundësi dhe me fitu këtë betejë me biznese. Albini e ka fitu betejën me Zbashkun, po Albini kur e ka mujt Rahman Jasharin edhe Zbashkun, e ka mujt arsimin në Kosovë. Na sot e kemi arsimin në gjendjen, në pikën më të ulët në historinë e pas luftës. Albin Kurti, të dasht me mujt Rahman Jasharin edhe Zbashkun, e ka mujt arsimin. Albin Kurti, nëse i mund këto 1300 biznese, nuk i mund ata. As kompanit, as ata që i qunë oligark, e mund ekonomin e Kosovës. E kur ky e mund arsimin edhe e mund ekonomin, neve na mund... e pagun kuleta qytetari. Fitus që tu është Serbia. Fitus është Serbia. Sepse janë produktet e Serbisë nesër, që kanë me ardhë, edhe kanë me i zavendësu, dal nga dal, produktet e prodhume në Kosovë. E që kjo është e dhëmshme, përbes është e dhëmshme. Sepse ju kujtohet kë pa të shku, pa të pranu me shku në shpi, për një taks që fillimisht e pa të vendos Ramosh Haradinaj, e kë nuk pranoj ke me hek. Po tani kur erdh nuk e qiti më kur mbrapa. Kaluar atje është edhe bojkoti prodhimeve vendore, ka rrotullu kamionan këtë vend. Ndërsa sot që kjo mund më konsideruar edhe luftë se këto pjesa më e madhe këtyre bizneseve, tashmë po dihet që janë prodhues vendor.